Nërmiq, mirë se rishihemi sërish në emisionin e përjavshëm Kopshti i Devotshmërisë. Do të flasim në këtë takim të sotëm për 3 koncepte, të cilat janë koncepte të rëndësishme në jetën e çdo besimtari, veçanërisht atyre që janë të devotshëm. Do të flasim për urtësinë, do të flasim për maturinë, do të flasim gjithashtu edhe për butësinë. Janë këto 3 koncepte që Islami vjen me një përkufizim shumë të qartë. Na fton për t'i përvetësuar ato dhe na fton për të përkushtuar në këto treja. Për të njohur këto 3 elementë të rëndësishëm në jetën e besimtarit dhe për të njohur urtësitë dhe shpërblimet e tyre, do të kemi sot shpjegimin e Hoxhës nderuar Vedat Skënderi. Hoxh, mirë se vini. Mirë se jeni. Allah e shpërblet ftesën. Allah e nderoft. Amin dhe ju. Hoxh, fillimisht ku qëndron lidhshmëria midis devotshmërisë dhe sjelljes së mirë, duke qenë se sjellja e mirë i përfshin këto 3 elementë që ne përmendëm. Fillimisht e falenderojmë Zotin subhanahu wa taala, dërgojmë salavat dhe selame për të dashurin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Islami pasi është një fe e plotë në gjitha aspektet, Islami e ka ndrejt shumë mirë raportin mes tij dhe Zotin, por në jetën kohë më thonë se ka anashkaluar çështën e raporteve mes njerëzve. Kjo është një çështje shumë e rëndësishme. Për këtë arsye themi që është feja jonë është e plotë. Allah subhanahu wa taala kur e definon në shumë vende në Kur'an, kur e definon çështjen e devotshmërisë, nuk mjafton vetëm me raportin tonë me Zotin, por edhe trajton edhe çështën raportin tonë me njerëzit tjerë. Pra do të shohim inshallah me kohë do të përmend disa argumente, ku ta shohim që Islami na thret që ne me pas raporte të mira me njerëzit. Është përmend një ajet kuranor, Allah thot wasari'u ila maghfiratin, është një ajet në surën Ali Imran, Allah thot dhe garoni në punë të mira, në faljen e Zotit, dhe garoni në një xhenet i cili është më thonë me hapësirë asa është qetë dhe toka. Edhe në fund, thotë Allahu, e kom përgatit këtë xhenet për të devotshmit. Edhe vazhdon Allahu mi nëmru cilësitë e këtyre njerëzve, kush janë? Cilësia e parë këtyre njerëzve, Allahu përmend që ata shpenzojnë për hir Allahut. Në gjendje të vështira dhe gjendje kur kanë. E përmend një cilësi që është tema për sonte, e përmend çështjen dhe ata më thonë e kontrollojnë mllëfin e tyre. Pra kanë durim, kanë vetë përmbajtje. Kanë cilësi të mira. Jo vetëm më thonë që raporti i tyre me Zotin është i mirë, por edhe raport me njerëz ata janë të mirë. Kjo është në Kur'an, nëse ndalim dhe analizojmë në shumë vende do ta shohim. Gjithashtu edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka mësuar shokët e vet, gjithashtu edhe umetin e tij në këtë rast, që më thonë s'duhet më mjaftu besimtari vetëm me raportin me Zotin. Ajo është më rëndësi, ajo është thelbësore. Por në jetën kohë duhet me reflektu, më thonë devotshmëria jote edhe në raport me njerëzit. Një për ditëve, e pyeti një sahabi, tha ja Rasulullah, tha, cilat gjëra më së shumti njeriu e fusin në xhenet. Sa e definojmë me 2 sende. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, at-taqwa wa husnul khuluq. Më thonë devotshmëria dhe morali i mirë janë 2 sende që më së shumti njerëz dishin në xhenet. Pra këtë e shohim, më thonë këta dy raporte, raporti jot me Zotin dhe raporti jot më thonë me besimtarët edhe në përgjithësi me njerëzit tjerë. Gjithashtu një hadith tjetër e shohim pejgamberin sallallahu alajhi wasallam kur e ka përcjell Muadhin në Yemen, i ka thonë disa fjalë. Një ndër fjalë i ka thonë ittaqillah haythu ma kunt, i ka thonë ke frikë Zotin ku të jesh. Edhe pse ndoshta nuk ke në atë vend ku do të shkosh, nuk ke ndonjë shok, ndoshta nuk ke ndonjë që të nje, po ke frikë Zotin. Pa raporti jot me Zotin. Edhe tani famësoni thotë në fund wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Edhe me njerëzit je me moral të mirë. Pra shikoj nëse nuk e la anën tjetër të moralit, nuk e harroj në këshillat e tij kur ja dha këtij sahabiu të madh Muadh radhiyallahu anhu. Gjithashtu ulemat e Islam tani janë ndalë në këta argumente që i përmendëm Kur'anit dhe Suneti. Ibn Qayyim rahimahullah i ka disa fjalë të mira rreth kësaj çështje, thotë taqwallahu, thotë devotshmëria e ndaj raportin tonë me Zotin. Dhe fiton dashurinë e Allahut. Kurse raporti i mirë me njerëzin në përgjithësi, më thonë fillimisht e fiton kënaqësinë e Zotit, por e fiton edhe më thonë kënaqësinë e njerëzve. Pra më thonë besimtari i mirë është edhe i dashur mesin e muslimanëve. Ai më thonë me cilësitë e mira që i ka, me virtytet që i ka të dobishme, ja shohin hajrin edhe të tjerët. Nga se përsa të me një hadith, më mirë nga jo është ai i cili të tjerët më thonë kanë dobi prej atij. Kështu që më thonë besimtari i mirë, me fjalë tjera me përmbledh si çështje sa ka të bëjë, më thonë devotshmëria me si dhe mirë, është shumë e rëndësishme, më thonë nga se plotësohet Islami i një personit. Pra besimtari i mirë është ai i cili bën vepra të mira dhe këto vepra
i vërejnë, po themi të tjerët, pra është i moralshëm, me etik, po dhe i dobishëm për të tjerët. Po ndërkohë veprat që ai bën duhet të jenë vepra që kanë urtësi brenda. Cili është koncepti i Islamit për urtësinë, pra për të qenë sa më të qartë në raport me urtësinë? Kjo çështje, më thonë, në terminologjinë islame, njihet sikur el-hilmu, kështu më thonë definohet në gjuhën arabe. Në gjuhën shqipe nëse përkthejmë do ta definojmë, më thonë, një person i urtë me fjalë më të ngushta, kurse nëse dëmi me e gjanu këtë fjalë, i person i urtë i bjen një person i cili fenon veten e tij. Është i matur dhe nuk merr, më thonë, njëherë hapa konkrete nëse dikush i ka bërë padrejti. Nuk e merr, më thonë, hapin e dënimit. Është shumë zemërgjër, më thonë, jep mundësi edhe një, nuk është hakmarrës, më thonë, është i urtë, i menon çështje të mirë, në shumë aspekte. Por, më thonë, ne kur normi analizojmë këtë çështjen el-hilm, më thonë, me qenë, më thonë, i urtë, këtu e shohim që edhe emri Allahut, një ndër emrat e Zotit është el-halim, i urti. Ka se njerëzit, më thonë, bëjnë mëkate, bëjnë lërshime, bële shumë njerëzi, edhe nuk e besojnë fare Zotit hiç, më thonë. Edhe bëjmë bile Zotit ortak edhe shirk, Allahu, më thonë, jep shans, më thonë. Jep, më thonë, i ushqen, i furnizon, deri momentet e fundit vdekjes. Më thonë, jep shansat më dhaja, më thonë. Jep familja, jep pasuri, jep shëndet, edhe pse, më thonë, ndoshta nuk i dënon me njëherë. Ka gjasa që ka mundësi me dënu disa njerëz, por në shumicën e rasteve Allahu jep mundësi njerëzve të ndarën dhe të meditojnë. Pra, shikoni, më thonë, këtë cilësi të mirë, më thonë, fillimisht Allah, më thonë, cilësohet me këtë cilësi të madhore. Gjithashtu ne kemi edhe pejgamberët e Zotit. Ata, më thonë, shumë vende Allah i përmendën që pejgamberët e Allah kanë qenë el-hulema. Një ndër ajete që flet këtë mesele është çështja ajeti Allahu thot Kur'an, inna Ibrahim la'awwahun halim. Ibrahim alayhis salam ishte një i dërguar që në vazhdimsi u ktheshte Zotit dhe ishte halim. I urtë, i matur në çdo lëvizje ata që bënin. Pra nuk ka kuptim thjesht edhe halim, siç po thoni, dhe i urtë dhe gjaknxet. Dyja shkojnë të dy. Ashtu. E neshta nëse normin në cilat sfera na duhet, nuk ka sferë që na duhet më thonë urtësia, më thonë. Shembull, raporti jonë, më thonë, me prindërit. Më thonë, ata më thonë, pleqëria e tyre ka mundësi që me ndodhen, ata me boleshime, po ti je halim, ti je më thonë i urtë, më thonë, i trajton shumë mirë, më thonë, ata mos marrë. Gjithashtu, më thonë, në çështja me, më thonë, ata që urdhërojnë të mirë dhe nga keqja mësuesit në klasë me nxënësit e tyre, a nuk janë të nevojshëm me qenë ulema, këtë rast me qenë të urtë, nga se më thonë fëmija është fillestar, nuk kupton, dush mjata mundësinë edhe një herë, dy herë, tre herë. Pra është një cilësi shumë madhore që ka të bëjë me devotshmërinë e besimtarit. Duke qenë se ju përmendët se kjo është një cilësi që mbi të gjitha është cilësi absolute e Zotit. Pra ai është absolut në urtësinë e tij. Besoj që është shfaqur në argumentet kuranore, duke qenë se Kurani nuk i lë pa shmangur, nuk i lë pa përmendur, apo nuk i shmang ato elementë që janë të rëndësishme në jetën e besimtarit dhe në fenë islame. Si e trajton Kurani këtë dimension? Në disa vende në Kuran do të bëjmë në dy raste prej librit të Allahut subhanahu wa taala. Allah thot Kur'an e përmend edhe në fillim në ajetet, në disa ajete surës Ali Imran thot Allahu wasari'u ila maghfiratin. Dhe garoni në falet e Allahut, drejt falës Zotit. Më thonë duke marrë shkaqet, më thonë që me fitue, më thonë falin e Allahut. Dhe Allah thot wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Gjithashtu garoni, vraponi në punë të mira, në xhenetin e Allahut, që të janë më thonë me hapësirë shumë sa qiell dhe toka, të cilët janë përgatitur për ky xhenet është përgatitur për të devotshmit. Edhe Allah në ajetin tjetër vazhdon mi numëron një nga një me treguar neve si besimtar, nëse ne synojmë këtë xhenet që përshkruan Allahu subhanahu wa taala, çdo cilësi do të më pas parasysh. Mund të na shkëmbejë me thonë vallai raporti jon me Zotin. Jo. Allah po numëron disa gjëra tjera që kanë bëjë me njerëzit. Thot Allah subhanahu wa taala, alladhina yunfiquna fi s-sarra'i wad-dharra. Këta të devotshme që Allah ka përgatitur xhenetin për këta njerëz, këta shpenzojnë në raste kur janë në raste vështirësie, po edhe në raste bollukut. Edhe kur kanë, edhe kur s'kan japin. Pra, më thonë, Allah ka nderuar me një pasuri të caktuar, ta shohin hajrit të tjerët. Kjo cilësia e parë. Vazhdon ajeti thot Allahu wal kadhimin al ghaith. Këta besimtarët e mirë që Allah ka përgatitur xhenetin për këta njerëz, këta më thonë e frenojnë, më thonë atë mëllefin e tyre. Këtu është hilmi.
është ajo cilësia jonë që ne po diskutojmë. Pra më thonë, këta besimtarët e mirë, këta e kontrollojnë vetin. Jo çdo se që dikush ja prish, më thonë, ta prish në herë qefin, ose ta kthen fjalën, mirë duhet të marr hapa konkrete që më dënu. Do të thënë halim, wal kadhimin al ghaidha, po gjithashtu wal afina anin nas. Edhe mi fal njerëzit. Shikoj cilësia këtyre njerëzve të mirë. Vazhdon ajeti, wallahu yuhibbul muhsinin. Allahu më i do këta njerëz më që janë bamirës. Kjo është një ndër ajete që edhe Allah vazhdon edhe disa cilësi tjera përmend, por do ndalemi te në një ajet tjetër. Në surën Al-A'raf Allahu thot khudhil af. Ju do të thotë besimtar. Meni atë që është më të butën. Që ka të bëjë me hilmin që përmend. Wa'mur bil urfi edhe urdhëro në punë të mira që përshtaten dhe janë, më thonë, në interesat e islamit. Wa a'rid anil jahili dhe kthea shpinën atyre që janë jahila. Kush është për qëllim të jahile janë ata mendje lehtit, jo ata që nuk kanë, më thonë, dituri. Por kthea shpinën nëse dikush është mendje lehtë ndaj tij. S'ta ka ditë, më thonë, vlerën ose të kanë nshmuar, kthea shpinën, mos u merr me ta. Pra njeri i urtë nuk angazhohet me njerëzit që kanë mungesë urtësie, që janë mendje lehtë. E kjo është, më thonë, kjo është urtësia, më thonë, pse Allah po thotë, wa a'rid anil jahilin dhe kthea shpinën, mos u merr me ta. Ti tregoj atë urtësinë tënde, atë helmin tënd që e ke, edhe mos u merr me këta njerëz. Në një ajet tjetër, Allah thotë, wala man sabara wa ghafara inna dhalika min azmi al-umur, ai cili tregot i durueshëm, sabërli, më thonë, dhe i fal njerëzit, kjo është për çështjeve shumë madhore, Allah thotë. Pra këtu e shohim te hilmi është edhe çështja e sabrit. Njëri që ka durim, më dha e ka dhe hilmin. Pra nuk gutet me me marr vendime që ndoshta nesër, më thonë do të jep llogari para Zotit, po do të jep llogari edhe para njerëzve. Pasi më thonë hilmi është një çështje që ka të bëjë me devotshmërinë që përmendëm më herët. Njeriu që më së tepërmi e ka kuptuar dhe ka zbatuar Kur'anin ka qenë profeti Muhammed alayhis salam, i cili jo vetëm e ka njësuar atë në jetën e tij, por se dhe i ka porositur besimtarët, sahabët, se si ta jetësojnë këtë cilësi në veprën e tyre. Cilat janë disa nga porosit, nga ditët e profetit alayhis salam në raport me këtë cilësi, me urtësinë. Edhe shembull më të mirë kemi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në këtë rast, ka qenë një ndër pejgamberët që ka pas atë urtësinë, atë hilmin që përmend deri tash. Një ndër hadithet që flet për këtë çështje është hadithi Ashaj ibn Abdul Qais, një ndër sahabët të dalluar të pejgamberit alayhis salam, një prej ditëve pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pa të kisë sahabi dy cilësi të cilat ishin të veçanta. Dhe i tha inna fika khaslatayn, i tha. Ti po i shoh dy çështje tha shumë madhore, dy cilësi shumë madhore, i tha të cilat janë yuhibbuhumullah, dhe janë cilësi të cilat Allahu i don. Thotë ata el-hilmu wal-anat. Sa të këti është hilmi. Për shoh një cilësi që e ke ti Ashaj, për shoh që e ke cilësi dhe të cilën Allahu këtë e don, hilmin, wal-anat, që është më thonë maturia që do të fol pak më vonë. Pra dy cilësi shumë madhore që ka të bëjë me devotshmërinë e një besimtarit, për shoh të këti o Ashaj. Pra në këtë rast e lavdëroi këtë sahabiun me dy cilësi të cilat Allahu i don. Kjo është një ndër vlerat. Në një hadith tjetër, pejgamberi alayhis salam ka thonë, leysa shadidu bisur'ati. Nuk është i fortë ai që mund tjetrin. Ka thonë sa inna ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab. I fortë është ai cili e frenon veten e tij në momentin kur hidhrohet. Kjo është hilmi. Kjo është tema jonë, më thonë. Njeriu me kontrollu veten, me marr vendime të mëdha ose të vogla, çfarë të çofshin ata, po me kontrollu veten më. Sa nevojë kemi ne si shoqëri për këtë cilësi ku shpesh ka konflikte, ka vrasje për çështjet, po themi të momentit, për sjellje banale. Është vërtet më. Në një hadith tjetër përmendën këtë çështje, vjen një person tjetër i thotë, o dërguar Allahut, më këshillo, më jep një këshill. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, la taghdab, mos zemra. Edhe kjo më thonë rezultati mos zemrimit është hilmi. Më thonë edhe që i ka thonë, ai ka vazhdu pyetjen, ka thonë, më këshillo dërguar Allahut, ka vazhdu një të këshill. La taghdab, i ka thonë disa herë, mos zemra. Gjithashtu kemi edhe shumë hadithe tjera, një thënie që më pëlqen shumë, një thënie që ka thonë Luqmani Al-Hakim, thuhet që ka qenë pejgamber, po më saktë që ka qenë një besimtar i mirë, është një sure në Kur'an, surja Luqman. Ky njeri i ka dhënë disa fjalë, dhe i kanë përcjellur ulemaja, shekun pas sheku i kanë përcjellur deri tek ne. Ky ka qenë i spikatur në urtësi
Edhe si ka vepruar, por edhe si ka porositur. Vërtet, më thonë. Aty thot ky person, Allah e mëshiroft, thot la yurafu ar-rajul illa inda thalatha. Thot njeriu, besimtari i mirë, një thot në 3 raste. Nëse do me ditë dikush a ka si të mira, shikon në 3 raste. Ka thonë la yurafu al-hilmu illa inda al-ghadab. Nuk njihet personi që është i urtë vetëm atëherë kur zemërohet, kur hidhrohet. Që atëherë mush me marrë vesh. Mi thonë që ki i ndodhi një rast, ishte situata që ki me u zemëru, por e kontrolloj vetën. S'mush mi thonë pra dikujna që je, më thonë, i urtë, vetëm në raste kur ajnë, më thonë, me vërtet, më thonë, ballafaqohet me disa situata që ajnë bjen situatë keqe dhe duhet me kontrollu vetën. Dhe thotë ki, wala shuja illa inda al-harb, dhe njeriu trim nuk mush ta marrë vesh, s'mush me kuptu vetëm në front, në luftë, më thotë, atëherë mush me kuptuesh, të pi çaj, të pi kafe, me tregu trimëria shkollaj, por në vene caktuar tregohet, më thonë, trimëria e një personi. Dhe thotë wala al-akhu illa inda al-haja, dhe nuk mundesh ta kuptosh një vëllai të vërtet vetëm në raste kur ke nevojë. Atëherë më thonë vrejet, më thonë me të vërtet vëllai i mirë. Një cilësi tjetër që është rëndësishme në jetën e çdo besimtari ose së pakut të çdo kujt që e synon, aspiron devotshmërinë është maturia. Duke qenë se shpesh midis terminologjisë arabe dhe asaj shqipe ka diferenca si në çdo gjuhë tjetër, do ishte e udhës që të na shpjegonit konkretisht se çfarë është maturia në fenë islame. Në gjuhën shqipe të-enni fjalën, më thonë, të-enni, më thonë, ulemaja përkthejnë edhe këta edhe gjuhëtarët e tonë, thonë maturia, njëri me qenë i matur. Dhe kjo është edhe tema jonë për sonte. Çka i bëj matur? I matur me qenë, më thonë, është shumë afër el-hilmi që përmendëm, po me disa dallime të vogla. Ku te helbi, më thonë, përballë tek, më thonë, këtu e kemi shashën, më thonë, përballë kësaj enati që është, më thonë, maturia, është, më thonë, njeriu me nxitu. Atje e patëm përballë kur zemërimin. Këtu e kemi nxitimin, që janë të përafër një me tjetrën. Edhe në hadithin që përmendë Ashaj ibn Qais, sa aty sahabit ja përmendin këta dyjat, më thonë, janë të afër një me tjetrën. Dyjat tregojnë për urtësinë e një personit që është i matur, më thonë, nuk merr vendime, më thonë, shpejt, më thonë, por nuk vepron në nxitim pa i kuptuar ose pa bërë hesap, pa themi efekte. Me nxitimin kjo çështje, me nxitimin ka të bëjë. Kurse ajo para helmi ka të bëjë më shumë kur njeriu hidhrohet, kur ndihet, më thonë, pra e para kuronte zemërimin, e dyta kuron nxitimin. Nxitimin. Kjo është, më thonë. Kujtasi ulemaja kur folin për këtë çështje, i marrin disa shembuj interesant, janë përmend në Kur'an, tek çështja e natës që ka pasur në vërtetimin e lajmeve. Mos më marr gjykim më një herë në një rast caktuar, pa më vërtetuar çështje. Këtu është te-enni, maturia. Gjithashtu ulemaja kanë përmend tek çështja problemet martësore mes një bashkëshortëve që kanë, më thonë, burri zot më marr një hapin konkret më një herë me vendosje dhe me shku deri tek divorci, më me dhon një mundësi. Dhe Islami vetë edhe divorci, më thonë, i ka ata etapat e mundësisë që mu kthije. Pra dhe vetë feja islame e ka te-ennin, më thonë, këtë, më thonë, maturien. Gjithashtu, më thonë, që tash, më thonë, gjykimin ndaj njerëzve, vërtetimin e lajmeve, shumë aspekte, pra te-enni, më thonë, këtë çështje e trajton më së shumti. Dhe siç tham, Kurani është një libër hyjnor i cili synon ndër të tjera edhe formimin e duhur të besimtarit, pra ngritjen në nivelet e virtytit. Duke dhënë dhe, po themi, udhëzime konkrete se si ti kurojmë këto sëmundje të brendshme ku shpesh e gjejmë veten gafil dhe të përfshira. Çfarë na porosit Kurani për këtë mos nxitim, nëse mund ta përktheni shumë, apo maturi? Po, më thonë, në Kur'an e shohim këtë çështje, nuk e shohim me fjalën te-enni, më thonë, enat, por e shohim me kuptimin e te-ennis, kuptimin e maturisë, shumë vende në Kur'an e shohim. Që Allah i mëson besimtarët që me qenë të matur. Një ndër ajete që flasin këtë çështje është ajeti Allah subhanahu kur flet për që mbi vërtetue, më thonë, lajmet. Allah thot në Kur'an, ja ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. O që besuat, pra besimtarët, do thotë Allahu, nëse ju vjen një fasik, një gjunahçar me një lajm të caktuar, thotë fatathabatu. Mos merrni më një herë, më thonë, jeni të matur, mos vendosni më një herë, vërtetoni lajmin.
Pa ky mësim e këtu e shumë të ka ajeti. Allah thot fatabayyanu an tusibu qauman bijahl. Nga se ju nëse merrni me një vendim edhe e gjykoni rastin, thot ju keni vënë padrejësia parës tjetër. Edhe thot Allahu fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kështu që më thon ata do të vjen një situatë që ti do të ndihni keq. Pra shpesh ngutja na çon në padrejësi, pastaj na çon në vendimin që keni marrë, do të mërziteni më. Për arsye më thon vërtetoni rastin. Ktu është at-ta'anni, më thon tema jon që po flasim, më thon me qenë të matur. Gjithashtu pe ajeteve tjera që flet këtë çështje, Allahu i thotë pejgamberit dhe thotë fala ta'jal alehim inna ma na'uddu lahum adda. Pejgamberi sa në dimi gjendën që ka pasur në Mekë fillimin e shpalljes, ka qenë në një situatë shumë të rëndë. Dhe ndoshta shumë sahabe i thonin pejgamberit sa bën lutje kundër atyre. Allah t'i shkatron. Edhe kemi rastin edhe kur kthehet pejgamberi prej më thon për një qytetit ku aty më thon prej Taifit, ata nuk e presin mirë. Edhe vjen me laçët i thon na jep leje që ne me shkatu këtë qytet. Ja sa këtu shihet të enu, më thon. Ka pasur s'ka qenë më thon i matur, nuk është lutë. Allahu në këtë thot fala ta'jal alehim, mos nxitimi. Po je i matur, mos nxito mbi një herë me mulut kundër atyre. Po shkallë Zoti inna ma na'uddu lahum adda. Ne numërojmë çdo gjë ata që veprojnë. Edhe kanë me gjetë, më thon, dënimin para Zotit. Kështu që më thon ti je i matur. Kjo është mësimi. Në një tjetër Allahu thotë pejgamberi sa kur i vinte Xhibrili me laçja e shpalljes, pejgamberi nxitonte ta mbërije me laçën. I thot wala ta'jal bil Quran, mos u ngut në leximin e Kuranit. Pa fillimisht ndëgjoj Xhibrilin, tani pasojë ti leximin e tij. Dhe shkati min qabla an yuqda ilayka wahyu, kur ta kryej vahjin shpallën me të cilën ka ardhur Xhibrili me laçja, atë ti vazhdo me rrezu pas tij dhe thua wa qur rabbi zidni ilma, dhe thua o Zot më shto dije. Po gjitha këto ajetet, edhe ajetet tjera, më thon, Zoti na mëson në Kur'anin famëlart që ne më thon me qenë të matur. Kjo është më thon. Po do bëjmë një shkutje shumë të shkurtër dhe rikthehemi të njëjtës temë për të vijuar me argumente të tjera, ndërsa miq shihni pas pak në pjesën e dytë. Rikthehemi sërish në studio miq me Hoxh Vedatin, po dëgjojmë prej tij shpjegimet e këtyre cilësive të rëndësishme në jetën e besimtarit, siç është urtësia, siç është maturia dhe butësia. Jemi duke u ndalur tek maturia si cilësi, Hoxh. Dhe ju përmendet argumente të ndryshme kuranore, kur një prej tyre përmendet se Zoti e ka këshilluar dhe ka porositur profetin Muhammed alayhis salam specifikisht për të qenë i matur, për të mos nxituar. Si e ka jetësuar profeti alayhis salam maturin? Si i ka këshilluar shokët e tij dhe përmes tyre si e këshillon gjithë umetin dhe pasuesit e tij për të qenë të matur? Gjithashtu tek çështjet e natit të maturia kemi disa hadithe pejgamberit alayhis salam. Hadithi i parë është hadithi që mëmë tek sahabiu Ashejji. Ati i tha pejgamberit alayhis salam ti ke dy cilësi të cilat Allahu i don. E përmendi el-hilm wal anat. Më thonë ishte ti halim i urt dhe anat i matur. Këta dy cilësi më thonë ja lavdroi për këtij sahabiut dhe tregoi që këta dyat Allahu i don. Kjo është një ndër hadithe që flet për këtë çështje. Në një hadith tjetër pejgamberi sa ka përmendur drejt për drejt at-ta'anni. Thotë pejgamberi sallam at-ta'anni min Allah. Maturia është prej Zotit. Dhe thotë pejgamberi sallam wal ajalatu min ash-shaytan. Dhe nxitimi është prej shejtanit. Shikoni më thonë maturia vjen prej Zotit. Dhe kretë feja Zotit është ka maturi. Shiko gjendja atij që e ke përballë. Kështu që më thonë kjo është prej Allahut. Kurse nxitimi mos prej shejtanit. Nga se shejtani është ai i cili nxitoi në fillim dhe nuk i ra Allahut në sejdë. Tani ndoshta edhe i vjen shumë rënd mukthie, më thonë. Pra si më këzësia e shejtanit dhe nuk i takon një besimtarit mirë, një të devotshëm në këtë rast. Pra duke sigur na shëmton pak nxitimi, duke sigur i ngjajmë veprave të shejtanit, të iblisit, për nxitim. Po vrasin që përmend pak më herët, a nuk ndodh për shkak të nxitimit, edhe shumë çështje të këqija ndodhin, njeriu më thonë nxiton edhe gabon. Në një hadith tjetër pejgamberi ka thonë as-samtul hasan, ka thonë pamja elegante, mu duk besimtari mirë. Wa tu'ada maturia.
këtë rast maturinë e kemi, dhe thotë wal iktisad dhe njeriu me qenë, më thonë, me kursu pasurinë që e ka, më thonë, mes me harxhue e vend e pa vend. Profesorëm ka thonë juzun min 24 juzun min an-nubuwah. Këta 3 çështje që përmend pasëm këtë hadith, thotë janë prej 24 pjesëve të shpalljes. Prej 24 pjesëve të shpalljes. Pra ka të bëjë, më thonë, këta 3 çështje, njëra prej tyre është edhe maturia, pjesë e shpallë, nga se shpallja ka ardhur me këta gjëra. Pra edhe kjo është një ndër hadith që flet për këtë çështje. Gjithashtu në hadith tjetër pejgamberi alayhis salam thotë yustajabu li ahadukum ma lam ya'jal. I pranohet lutja ndonjëri për juve përdesa nuk nxiton. Përdesa nuk nxiton. Dhe thotë qad da'awtu rabbi falam yastajib li. Thotë po bëj lutje, Allah s'më pranon lutjet. Momentin që ke thonë këtë fjalë, ke nxitua, këtë rast më thonë, nuk je i matur, Allah më thonë nuk të pranon lutje. Si më thonë, edhe në lutje s'dush me qenë i nxitur, s'dush me qenë i matur. Më nësi me po lutje, nga se ne kemi, kjo është një çështje tjetër, por është mirë me përmend këtë rast, lutja pranohet në çdo situatë. Po ndoshta pranimi ka ngjyra të mëdhenshme. Në herë mund me ndonë të lutesh Allahut, dhe Zoti ta jep atë që e ke kërkuar. Njëjtën që e ke lip, Allah ta jep. Kjo një formë për formën e pranimit. Forma tjetër është Allah me ta zamesu me diçka tjetër. Ndoshta Allah ta ka pranuar lutjen, por ti nuk je i vetëdijshëm. Ta ka zamesu me një çështje që është më e mirë për ty, ose ka mundësi rasti i tretë është me ta lënë shpërblimin në ahiret. Se lutja fundi është më thonë adhurim. Prandaj nuk duhet të nxitohemi në përfundim me një rezultatet e lutjes. Ja, më thonë. Këtë e shohim, më thonë, edhe çështën e lutjes, më thonë, ka maturi. E kemi interesant një hadith, për sa mi ka mësues ata imamat e xhamive, ata që i prim besimtarëve në faljen e namazit, ju ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, idha ataytumus salata fa alaykum bis sakina. Ju ka thënë ju që shkoni në xhami, shkoni në xhami, por jeni të matur. Edhe të qetë. Pse kjo? Se ka thonë, fama adraktum fasallu, atë që kemi mri, thot falën, nëse ju ka hik ndonjë rekat, se kemi mri, ka thonë, wama fatakum fa atimmu, ajo që ju ka hik, më thonë, plotësoni më vonë. Tu më thonë shohim edhe gjatë namazit, të shkon në xhami, nëse imami e ka filluar namazin, edhe ti ke pasur një vonesë, kjo recatën e 2-3 ose recatën e fundit, mos nxito, edhe pse e vanu, mos nxito. Nga se më thonë këtë rast, më thonë, ti nëse nxiton, çka mund të ndodhë? Pra edhe në këtë rast ngutja, që duket sikur po ngutemi për një vepër të mirë, nuk është e pëlqyer. Vërtet. Bile ka ndodhur një rast Abu Bekr radhiyallahu një ditë për ditë sa duke fal namaz, ka shkuar në ruku. I ka, më thonë, edhe Abu Bekr hin xhami edhe ka pa që pejgamberi ka shkuar në ruku dhe zhgut, ka ngajt, ka vepruar. Pejgamberi kur pyet namazi i thot Abu Bekrit zadaka Allahu hirsan wala ta'ud. I thot Allah ta shtoft vullnetin për punë të mira, po mos e përsit edhe një herë këtë punë. Shumë mirë që ti po don me punë të mira me nxitu, kjo është një çështje më mirë me maturi. Po matë më thonë. Edhe mos e përsit këtë gabim, më thon po eja i çet në xhami dhe falë aty atë që kemi mri, më thon e fal çfarë si mri, më thon e plotson, më thon më vonë. Kjo është më thon disa hadithe që flasin rreth kësaj teme. Butësia gjithashtu është cilësia e tretë që do të donim të ndaleshim shkurtimisht, duke qenë se jemi në përfundim. Kuptohet që një besimtar vazhdimisht është i angazhuar me vepra të mira dhe veprat e mira nuk kuptojnë butësinë në kryerjen e tyre. Çfarë mund na thoni nga Kurani për butësinë? Edhe çështja e butësisë, më është një çështje me vërtet ka shumë argumente. Po çka i bie butësia fillimisht ta kuptojmë si term rifq, në gjuhën arabe rifq. I bie më thonë me i trajtu njerëzit me butësi, qofshin ata me fjalë apo me vepra. Qofshin ato fjalë buta, apo më thonë vepra të buta. Kundërta e butësisë i bie më vrasësia, ashpërsia, më thonë. Nuk i takon një besimtarit me qenë i vrasht, me qenë, më thonë, i ashpër, më thonë, edhe me mësuesin e tij, edhe me komshin e tij, edhe me vllaun e tij, me babën, me familjen përgjithësi, me shokët, më thonë, që i ka rrethinë, më thonë. Kjo çështje është shumë madhore. Interesant, më thonë, e përmend tek Hilmi, që është një ndër emrat e Zotit El-Halim, edhe fjala, më thonë, Er-Rifq, Er-Rafiq, është një ndër emrat e Zotit. Allah është i butë, më thonë. Këtu butësia e Allahut është edhe në urdhat e tina, në ndalesat. Në shumë vende ne e shohim që Allah, më thonë, me të vërtet është i butë me krijesat. Nuk ngutet, më thonë, e i trajton shumë mirë njerëz edhe gjunaqart, më thonë. Gjithashtu, më thonë, kur të kthehemi me shiku pejgamberët e Allahut, që janë njerëz më të mirë, që mund të jetë më e mirë për njerëzimin, edhe këta kanë qenë, më thonë, njerëz të butë, më thonë.
këtë shohim butësien tek agjerimi, e shohim tek namazi, edhe shumë urdhat e Zotit tek agjerimi, shembull, ai që nuk ka mundësi me agjeru, më thonë gjatë Ramazanit ka një problem shëndetësor, e shtin, më thonë pas Ramazanit, kompenzon ditët. Më thonë, edhe të namaz, nuk mush mu falë, u falësh ullësh, nuk ke mundësi mu falë ullësh, falësh edhe shtritë. Natura e fesë është në gjithë aspektet e kultivon e ushqen të besimtari. Ndërkohë, a kemi porosi dhe trajtime specifike nga Kurani për butësinë? Pa tjetër, edhe në Kur'an e shohim Allah s.w.t. e përmend këtë çështje. Përmend çështjen butësinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me shokët e tij. Allah në surën Ali Imran tek ajeti 159 thot Allahu fabima rahmetin min Allahi linta lahum. Ishte mëshira e Zotit o ti dërguar që ti me ta ishe i but. Linte lahum. Linte te lejun, këto është e butësia. Linte lahum, ishe i but, ama ishte mëshira e Allahut që të edukoj ti o pejgamber që ti me ta me qenë i but, e thot Allah walau kunte fadlan e kunde tash e butësisë, sikur të ishte ti o i dërguar, sikur që qenë ti më thonë i vrasht, fadlan ghalidh al-qalb, më thonë, të kishe zemër të ashpër, thot lam faddu min hawlik. Gjithë njerëzit kishin me hik për teje. Pra këtu e shohim, më thonë, ky pejgamberi i fundit që është mëshirë për njerëzimin, më thonë, sikur që qenë i vrasht, edhe pse pejgamberi i fundit, i pejgamber i zgjedhur, nëse nuk je botësi, do të hikin njerëzit për teje. Më thonë, nëse ti si prind ke dëshirë me afru fëmijët, ose me afru komshion në xhami, ose me ja thon diku një fjalë, patjetër me qenë i butë. Unë i kam cilësitë e mi, unë jam i devotshëm, a ka nevojë me qenë, po, më thonë, ka nevojë. Edhe pejgamberi alayhis salam, më thonë, kishte nevojë me qenë i butë. Edhe pse i pejgamber, sikur mos e qenë i butë, kishin me hik njerëzit prej teje. Kjo është një ndër ajetet. Në ajet tjetër e shohim Allah subhanahu wa taala përmend pejgambert e Zotit në Kur'an, e përmend rastin e Musait kur i thot me shku tek Firauni edhe me thirr, më thonë, në besim. Allah i thot idhhaba ila Firauna innahu tagha. Shkoni ju dy, pra më thonë shpërqeti Musa dhe Haruni, vllai i tij, shkoni ju dy tek Firauni se ai më vërtet i ka kalu gjitha kufit. Innahu tagha, më thonë. Faqula lahu qawlan layyina. Thuni ju dy, pra Musa dhe Haruni, thuni atij fjalë të buta. Pra përpara njeriu të më arrogant, ndoshta në faqen e vet, duhet përdorur, duhet gjetur fjalë të buta. Subhanallahu. Thoni fjalë të buta, faqula lahu qawlan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ndoshta ndalet dhe mediton dhe kupton dhe i friksohet Zotit dhe kthehet i beson Musait dhe Harunit. Shikoni, më thonë, njeriu më të keq. Më thonë, edhe tek kur shkosh, më thonë, zgjidhi fjalë më të mira, nga se më thonë, aty ku është butësia, aty veçash janë edhe mirësitë, më thonë. Për kryesisht në prezantimin e Islamit, duke marrë konsiderat për profetët edhe porosinë e Zotit ndaj Muhamedit alayhis salam, duhet pashmangshmërisht të kemi butësi. Çfarë do veçonim nga historia e profetit alayhis salam? Nëse ndalemi tek hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka shumë. Ato janë shumë të ndoshta. Shumë të janë, më thonë, veç dëshira që kam përzgjedhur disa, më thonë, ato që më kanë duk më interesante. Një ndër hadithet që flet këtë çështje është hadithi inna Allah rafiqun. Thotë me asam, Allah është Rafiq, që përvira në fillim, një ndër emrat e Zotit, Rafiq. Allah është i but, yuhibbu rifq. Allah e don keqësi, në butësien, dhe thotë, fil emri kulli, në çdo situatë. Atë shumë raste janë të ralla, që në njëri del piksajnë aty, du të me dalë. Raste të ralla, pëse më thonë, përmene për hadith, për ka pasur raste që ka përdor ashpërsie, sikur rasti në luftë të caktuar, edhe raste kur dikush prej shokëve të tij të afër ka bërë një gabim, e ka shprehur pastaj me atë mllëfin, por ka qenë shumë e kufizuar me këtë çështje. Në esencë, më thonë, në gjitha situatave pastaj ka qenë i butë. Në një hadith tjetër pastaj thotë inna Allah rafiqun yuhibbu ar-rifq, Allahu është i butë dhe e do butësinë, wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unf. Thotë i jep mirësi personit i cili ka butësi, që nuk jep atij që ka ashpërsi. Pra nëse do mirësitë e Zotit me arrit, më thonë, në këtë dunjë fillimisht, edhe në ahiret me shpërblime, patjetër duhet me qenë, më thonë, i butë në situatë, më thonë, në raport me njerëz që i ke përreth. Në një hadith tjetër, subhanallahu, gjitha këto hadithe janë Buhariut, Muslimi, janë hadithe të sakta, nuk diskutohet në këtë çështje. Pejgamberi sa ka thonë, "Ma yuhrim ar-rifqa, yuhrim al-khayra kullah." Ai që privohet nga butësia është privuar nga gjitha mirësitë. Pra më thonë çfarë fjalë e madhe. Ai që privohet nga butësia, me të vërtetë është privuar nga gjitha mirësitë. Në një hadith tjetër ka thonë inna ar-rifqa la yakunu fi shay'in illa zana.
Aty thot ku e sheh thot buzëqësia, ti vetëm e sheh dhe zbukurimin. Bukurit i sheh. Wala yunza min shay'in illa shane, edhe nëse në një vend nuk ka thot buzëqësia, ti vetëm se shëmtohet ajo çështje. Nuk është e bukur. Nëse në një vend, në një rreth, tek një person largohet buzëqësia, aty vetë nuk ka, domethënë shenja të mira. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shikoni këtë hadithin tjetër. Ala ukhbirukum biman yahrumu ala an-nar. Aty tregoj ka thot për personi i cili më thon i bëhet haram zjarmi i xhehenemit. Au biman tahrumu alayhi an-nar, ose thot një person i cili haram e ka me djeg zjarmit atë. Kush janë ata? Pra ka thon tahrumu ala kulli qaribin hayyin layyin. I bëhet haram zjarmi i xhehenemit çdo njeri që është i afërt. Është i lehtë dhe i butë. Nuk është person i rënd, kush me ta niyet keq. Besimtari i mirë është, më thon, kur të rish me ta, kënaqesh, më thon. I ndron dy fjalë të mira, ta kujton ahiretin, ta kujton namazin, e çel një problem dunjos, të këshillon, më thon, besimtari ka këta cilësi, më thon. Në një hadith tjetër, pejgamberi kur ka përcjell Muadhin, përmendet më herët, i ka thonë yassiru wala tu'assiru. Më thon, lehtësoni mos e vështirësoni çështjen. Wa bashiru wala tunfiru, dhe përgozoni dhe mos largoni njerëzit. Në një hadith tjetër, gjithashtu është politin prapë të namazit, pejgamberi ka thonë atyre imamëve që i fal namazin, ka thonë idha salla ahadukum falyukhaffif. Nëse njëri nga ju prim besimtarve, ne ta lehtëson namazin, mos ta falë gat, mos lexon shumë Kur'an. Pse kështu? Se fa inna fihim ad-da'if was-saqim wal-kabir. Ka se thot pas jush keni njerëz që janë të dobët, janë të sëmur, janë pleq. Edhe nëse ku thot në raste kur falesh vet, fale gat. Lexo sa duash, por kur ti jesh imam, më thon, tregoj i but, më thon, edhe me xhamatin të cilët ata të pasojnë ty në namazin me xhamat. Është Zoti shpëlef për këto shpjegime, për këto orientime, për këto udhëzime. Janë 3 cilësi të mëdha, 3 cilësi të jashtëzakonshme ku gjithë secili nga ne besoj që ka jo pak punë për t'i përvetësuar dhe për t'i jetësuar. Zoti shpëlef. Allah ndroft gjithashtu juve, Allah na mëson gjithë neve të stolismi me këta cilësi të mira. Amin. Nërmiq, këtu e mbyllim takimin e sotëm, folëm për këto 3 cilësi, të cilat janë udhëzime kuranore, janë orientime profetike dhe gjithashtu për tyre ka përfitime dhe dobi në jetën tonë, në jetën e kësaj bote dhe shpërblime të pafundme në ahiret. Ju falenderoj për vëmendjen dhe miru takosh.